kur bota bie në errësirë, domosdoshmërisht ndodh që na vizitojnë mrekulli, por duhet që patjetër dikush t'i ndriçojë. Tani nuk po presim ndonjë profet, por nëse bota do bie në errësirë, sigurisht që do të jetë ndonjë ndërhyrje. Nuk flitet këtu për shkatrime përfundimtare të tokës, siç thon, apo për vdekje masive, por nëse gjëja shkon deri në atë aspekt ku ndërgjegja njerëzore zhduket, lind nevoja që një botë e re duhet të shfaqet. Të pastaj fillojmë edhe ke... se po futemi, po kanalizojmë në... Pse ata, po themi, jashtëtoksore duhet të vinë dhe të kujdesen, po themi, për ne e shkatruajmë ndërgjegjen tonë dhe do vinë jashtëtoksorët nga cili planet do vinë? Atëre vinë gjatë gjithë kohës në forma edhe njerëzore. Pra ata vinë, na vizitojnë edhe në forma njerëzore. Njerëzit janë mësuar me këtë idenë, vinë me disje, vinë me gjëra kështu, që të vi një qenie duhet mund të jetë thjesht në një nivel tjetër, po themi evolutiv apo një frekuencë pak më të lartë. Dhe nëpërmjet atij apo asaj gjëje ti zhvillohesh. Këta njerëz kanë ardhur vazhdimisht dhe njerëzit i quajnë thjesht për shembull po themi periudhën iluministe. Po iluministët po. Rilindasit tanë. E sa të tjerë që grupohen në thjesht në njerëz sa të zgjuar, por nuk është vetëm kaq sepse frekuencat e tyre kanë marrë pjesë nga një dimension tjetër dhe ndryshe njihen si star seeds apo fara yjeve të cilat ndodhet edhe në tokë. Domethënë një ADN e tillë ekziston edhe tani dhe nuk mund t'i themi alien, por mund t'i themi një qenie pak më inteligjente.